maleve, terreneve të vështira, sportit, po edhe Tiranës, apo jo, të cilës i ke dhënë një pjesë të madhe të kontributit tonë duke punuar në Bashkinë e Tiranës. Atëherë ajo që unë bëra prej 10 vitesh në Bashkinë e Tiranës, mendoj që e ka dhënë frutin e saj puna që kam bërë për sa i përket turizmit, apo mjedisit, apo artit, sportit, kulturës, dhe mendoj që duhet patjetër të bëja më shumë edhe për Shqipërinë. Modelin që ka pas Tirana ta çojmë edhe në qytete të tjera, po sidomos për pjesën e turizmit, sidomos për pjesën e mjedisit që unë përsëri quaj të lidhura bashk, edhe mendoj që të gjithë bashkit, qeveria po dhe njerëzit janë një trekëndësh shumë i mirë për ta çuar përpara dhe për ta çuar aty ku themi që ta çojmë Shqipërinë në Europë, por Shqipërinë në Europë do ta çojmë me disa standarde, duke mbajtur ato standarde të pjesës rurale të Tiranës, pse jo në përgjithë Shqipërinë. Je një njeri që e ke nisur nga shkalla e parë, ke punuar fare vogël apo jo? Po. Edhe më pas je ngjitur dal nga dal. Do doja të më tregoje pak për këtë eksperiencë, mënyrën se si që kur ishe në shkollë fillove të punosh dhe guxove për të ndihmuar familjen ose për të ndihmuar veten, nuk e di. Për ndihmuar veten më shumë. Ka qenë më shumë për ndihmuar veten se unë jam vajzë vetme, s'kam as vlla as motër. Edhe kisha dëgjuar që 18 vjeç duhet dalësh nga shtëpia dhe duhet ja dalësh vetë jetës, dhe kështu bëra. Po nuk ishte kaq e thjeshtë, nuk është se ti del nga shtëpia dhe i gjen gjitha shtruara. Megjithatë, nga një vajzë llastuar deri në 18 vjeç, unë u ktheva në një luftëtare, se gjithmonë në një botë maskiliste, një vajzë ose një grua është shumë e vështirë të eci përpara pa ndihmë. Megjithatë, unë mendoj me çeltërsinë, me sinqeritetin, me mënyrën e bërjes time të punëve pa komplekse, edhe gjithmonë them çfarëdo që të ndodhi në jetë, do t'ja nis jetës nga zero, qoftë edhe për të shitur aty çmçakiza në tokë, trotuar, nuk kam pikën e turpit, as më nxjiet as më skuqet faqja për sa i përket punës sidomos. Edhe jam fakt addicted me punën, edhe mendoj që sot puna jon është në një fazë tjetër. Është në një fazë që të punojmë për të ndihmuar tjerët, për të sjellë të mira vendet, qytetet, edhe këto nuk janë fjalë klishe, janë fjalë shumë të ndjera. Unë mund të kisha, ju e dini, kam pas mundësinë dhe të shkëputesha dhe të rija në këtë habitatin tim, edhe të rija me garat e mia, me njerëzit, me ture turistike dhe kaq, ndërkohë që më mora përsipër të kandidoj edhe të bëj një sfidë dhe një garë jo të thjesht, por vetëm me dëshirën për të ndihmuar tjerët. Dhe jam e bindur që kështu të shkoj, dhe kështu të shkoj i gjithë rrugtimi, edhe do fitoj, edhe jam e bindur që ata që më besojnë, po dhe ata që nuk kanë ardhur do të komunikojmë bashkë,